Juglindja e vendit është përfshirë nga reshjet e borës. Dëbora ka rënë në zonat malore në lartësitë mbi 1000 metër mbi nivelin e detit, duke sjellë edhe uljen e ndjeshme të temperaturave, të cilat kanë shkuar deri në -4 gradë Celsius. Kryesisht reshjet më të shumta në qarkun e Korçës kanë qenë në fshatrat të Voskopojës, Lekasit, si dhe në fshatrat të Devollit të Sipërm. Probleme në qarkullim paraqiten vetëm në majtë mashkullorës në aksin rrugor Korçë-Panarit, aty ku trashësia e borës ka shkuar deri në 20 cm. Në akset e tjera rrugore të zonave të përfshira nga dëbora nuk raportohen probleme për sa i përket qarkullimit të mjeteve, ndërkohë në rrugën që të çon në fshatin turistik të Dardhës, trashësia e borës ka arritur në 6 cm nga kilometri 7 deri në të 14. Nga ana e autoritetit rrugor shqiptar janë marrë të gjitha masat për pastrimin e rrugës dhe kriposjen e saj, në mënyrë që qarkullimi të kryhet normalisht. Bora e parë ja shton edhe më tepër bukurinë fshatit turistik të Dardhës, duke ardhur si një ftesë për të gjithë turistët dhe vizitorët që të vinë dhe të shijojnë natyrën e mrekullueshme të kësaj zone. Për Radio Televizionin Shqiptar, nga Dardha, Konstanca Koçi.